doja ta nisnim këtë diskutim sot me një të dhënë statistikore që, domethënë, mua personalisht më la pa fjalë kur e lexova. Të dëgjojmë? Bëhet fjalë për zgjedhjet lokale. Ne jemi mësuar të shohim gjërat në një shkallë të gjerë, por në shumë raste të dokumentuara, si ndërkombëtarisht ashtu edhe këtu, fati i buxheteve që kapin vlerën e 10 miliona eurove, ose, po themi, fati i planeve urbanistike të qyteteve të tëra, është vendosur nga një diferencë mikroskopike. Kur thua mikroskopike, për çfarë numrash bëhet fjalë saktësisht? Por më pak se 20 vota. Domethënë më pak se 20. Kjo do thotë që drejtimi i një komuniteti të tërë ka ndryshuar vetëm sepse ta zëm 2 apo 3 familje vendosën të pinin kafe të dielën në mëngjes në vend që të shkonin drejt qendrës votimit. Wow, 20 vota. Është vërtet e frikshme kur e mendon në atë mënyrë. Absolutisht. Dhe prandaj jemi këtu sot për këtë analizë të thellë, e cila bazohet në një udhëzues shumë specifik dhe interesant që quhet vota, fuqia më e madhe e qytetarit. Pikërisht, dhe besoj se duhet theksuar që misioni i këtij diskutimi sot nuk është, domethënë nuk jemi këtu për të bërë moral njerëzve mbi detyrat qytetare. Jo, patjetër që jo. Është më shumë një përpjekje për të çmontuar atë mekanizmin e vërtet, pragmatik, sepse pjesëmarrja në zgjedhje mbetet i vetmi mjet real për të ushtruar ndikim. Tamam. Dhe për ta bërë këtë, duhet të flasim pak për atë që quhet apati qytetare, sepse dokumentacioni që po shqyrtojmë sot ka një qasje shumë analitike për këtë. Nuk e trajton thjesht si dembelizëm. E vërtet. Në fakt, udhëzuesi thekson se apatia nuk është thjesht një mungesë interesi, por është një vendim aktiv. Është vendimi për t'i deleguar pushtetin dikujt tjetër. Që do të thotë, neutraliteti është iluzion. Eksaktësisht. Në vendimarrjen publike, neutraliteti është një iluzion matematikor. Të mos votosh është si të nënshkruash një çek të bardhë. Ti e firmos, e lë fushën e shumës të zbrazët dhe i lejon një grupi tjetër interesi të tërheq fonde nga llogaria e së ardhmes tënde. Kjo është një metaforë shumë e goditur, ky çeku i bardhë. Por mua më sjell në mendje një tjetër krahasim. Unë shpesh them që mosvotimi është një lloj si të ulesh në sediljen e pasagjerit një makine, ta ankohesh pa pushim që shoferi po të çon në një rrugë plot me gropa. E di ku do dalësh. Po pra, ankohesh gjatë gjithë rrugës, por kur të ofrojnë timonin dhe ton merre drejtoje ti refuzon kategorikisht ta prekësh. Ashtu është një refuzim absurd kur e sheh nga jashtë. Por ka një arsye pse njerëzit e bëjnë këtë. Dhe udhëzuesi nuk e shpërfill këtë fakt. E ke fjalën për atë cinizmin që ekziston në rëndom. Po, sepse metafora çeku të bardhë apo e timonit presupozon që ekziston dikush tjetër i gatshëm dhe i përgjigjshëm për ta marrë atë drejtim. Por ka një cinizëm masiv. Dhe të jemi të sinqert, shpeshherë është një cinizëm i argumentuar. Le të marrim atë justifikimin klasik që dëgjojmë kudo. Të gjithë politikanët janë njësoj. E saktë, dëgjojmë për ditë. Do me thënë nuk është thjesht një justifikim njerëzisht të pa informuar. Edhe njerëz shumë të lexuar arrin në këtë përfundim pas vitesh të tëra zhgënjimesh. Nëse dikush thot, sistemi prodhon gjithmonë të njëjtin lloj lideri, pavarësisht kush fiton, atëherë mos pjesëmarrja i duket si një bojkot racional, apo jo? Pse duhet unë si qytetar të legjitimoj një sistem të prishur duke u bërë pjesë e tij? Kjo është një pyetje fantastike, por këtu qëndron edhe keq kuptimi më i madh i teorisë Solojës në politik. Sistemi nuk legjitimohet nga pjesëmarrja, sistemi disiplinohet nga pjesëmarrja. Disiplinohet. Si do me thënë? Shiko, udhëzuesi e sqaron këto duke u fokusuar te matematika e llogaridhënies. Nëse qytetarët i kthejnë shpinën sistemit, pse duhet ai sistem të rregullohet vetë? Nga mirësia e zemrës së atyre që e drejtojnë? Kjo shkon kundër çdo logjike njerëzore. E vërtet, askush nuk heq dorë nga pushteti me dëshirë. Ta zëm thjesht për argument, se të gjithë politikanët e nisin me të njëjtat prirje për të abuzuar. Ajo që e përcakton sjelljen e tyre në fund të ditës është vetëm presioni i numrave. Pra numri atyre që votojnë. Pikërisht, një klasë politike përballet me një realitet krejt të ndryshëm kur vetëm 30% e popullsisë voton, krahasuar me një situatë ku, po themi 90% marrin pjesë dhe vëzhgojnë çdo lëvizje. Prit pak tu, sepse kjo ka nevojë për një zbërthim më të detajuar. Çfarë ndryshon saktësisht në sjelljen e një politikani kur pjesëmarrja kalon nga 30 në 90%? Ndryshon mbijetesa e tyre politike. Sepse në sipërfaqe
emrat në fletën e votimit janë po ata. Si e transformon kjo matematik sjelljen e tyre nga një ekstrem në tjetrin? Është një formulë shumë e thjeshtë mbijetese. Ta shpjegoj. Imagjino një skanar ku pjesëmarrja është e ulët, rreth 30%. Në një garë të ngushtë, një kandidati duhet të fitojë vetëm pak më shumë se gjysmën atyre votave për të fituar. Do me thonë rreth 16% të mbështetjes së përgjithshme të gjithë popullsisë. Eksakt. Tani, për të arritur një numër kaq të vogël sa 16%, atij nuk i duhet të lodhet shumë, nuk ka nevojë të ofrojë zgjidhje për probleme të mëdha, si për shembull infrastruktura apo arsimi që kërkojnë punë reale. Po, i mjafton të gjej disa grupe të vogla. Pikërisht, i mjafton të mobilizoj ekstremistët ose të mbaj afër grupe të caktuara interesi përmes premtimeve të ngushta klienteliste, kostoja e fitores për të shumë e ulët, dhe llogaritë dhënia ndaj shumicës është 0, sepse ajo shumicë nuk shkoi të votonte. Kjo është shumë e logjikshme. Po kur pjesëmarrja shkon në 90%, çfarë ndodh me atë 16%-shin? Aty formula thyet plotësisht, sepse tani, për të fituar, kandidatit nuk i mjaftojnë më ato grupe të vogla apo klienteliste. Nuk ka mjaftueshëm grupe të tilla për të arritur 46 apo 50% të gjithë votuesve. Wow! Pra aty ai detyrohet të ndryshojë strategji? Është i detyruar. Për të mbijetuar politikisht, ai duhet i drejtohet qendrës, duhet të ofrojë politika që ndikojnë te shumica dhe mbi të gjitha duhet të prodhojë rezultate të prekshme, sepse shumica e heshtur tani është bërë e zëshme. Kjo po që e zhvendos krejtësisht bisedën, do me thonë nuk po flasim më për moral, po flasim për inxhinjeri sistemesh. Sakt, është mekanik e pastër presioni. Atëherë, argumenti i vërtet kundër asaj ides që të gjithë politikanët janë njësoj, është se vetë mos pjesëmarrja jonë e bën këtë një profeci vetë përmbushse. Tamam ashtu. Duke u tërhequr, ne qytetarët e lëm sistemin peng të këtyre pakicave radikale ose klienteliste. Vota që nga jo një mjet për të gjetur një shpëtimtar të përsosur, por një pres që detyron sistemin të punojë. Për këtë arsye, burimet e quajnë pjesëmarrjen patriotizëm në veprim. Patriotizm në veprim. Kjo është një shprehje e fortë. Po, sepse shpesh ne e keq kuptojmë patriotizmin, e lidhim ekskluzivisht me flamuj, me festa kombëtare, apo me fjalime të mëdha historike. Por patriotizmi modern, ai funksionali, është pikërisht ky akti i rregullt, nganjëherë edhe i mërzitshëm, i pjesëmarrjes qytetare. Pra ndërtimi i asaj matematikës sociale që tha më parë. Eksakt. Institucionet e forta nuk krijohen sepse befas kemi gjetur njerëz të mrekullueshëm për t'i drejtuar. Ato krijohen sepse kostoja e dështimit për ata njerëz në pushtet bëhet e papërballueshme kur monitorohen nga një masë masive qytetarësh. Kjo logjik pastaj na nxjerr te një paradoks tjetër. Një paradoks shumë të çuditshëm që e pash të trajtohej gjerësisht në udhëzues. Cilin nga paradokset? Atë vëmendje së keq drejtuar. Shiko, ne kemi njerëz që mund të debatojnë për orë të tëra, me një pasion të jashtëzakonshëm për gjeopolitikën, luftrat globale apo politikat makroekonomike. Djem te kafeneve. Po, tamam. Dhe të njëjtët njerëz nuk kanë idenë më të vogël se çfarë po ndodh me zgjedhjet komunale të lagjes së tyre. Domethënë, me ato struktura që kanë ndikimin më direkt në jetën e tyre të përditshme. Është e vërtet, dhe është disi tragjike. Më pëlqen një analogji që mund të përdorim këtu. Zgjedhjet nacionale janë pak a shumë si të blesh një aksion të vetëm në një korporatë gjigante. Zëri yt vlen në parim, por realisht për të ndryshuar bordin e drejtorëve, pesha jote është minimale. Po? Kurse në zgjedhjet lokale, je si një partner themelues në një biznes të vogël të lagjes. Aty vota jote ka një peshë masive. Si shpjegohet ky neglizhimi i pushtetit lokal? Pse kemi këtë obsesion me tablon e madhe? Psikologjia pas kësaj është në fakt mjaft komplekse, por e kuptueshme. Politika kombëtare ose ndërkombëtare ngjan me një film hollywoodian. Me aksion dhe drama. Pikërisht. Ka drama, ka njerëz ekstremisht polarizuar, krijohet një ndjesi epike. Nga ana tjetër, politika lokale është menaxhimi i tubacioneve të ujit. E vërtet, nuk është aq tërheqëse. Është menaxhimi i mbetjeve, zbardhja e vizave të kalimtarëve, ngjan më shumë me, po themi, administrimin e një shtëpie sesa me një betejë epike ideologjike, por
Është ky nivel që përcakton jetën e përditshme me një saktësi kirurgjikale. Po sepse nëse kryetari i bashkisë bën një gabim me trafikun, ti e vuan atë gabim nesër në mëngjes duke shkuar në punë. Sakt. Shkallët e llogaridhënies janë shumë më të shkurtra në nivel lokal. Është një lloj sikur të investosh gjithë paratë dhe energjinë për të ndërtuar një çati të jashtëzakonshme, vetëm që shtëpia të duket bukur nga rruga. Ndërkohë që brenda në dhomat ku jeton për ditë, tubat janë të qarë dhe nuk ke drita. Çatia e bukur nuk e fshet dot faktin që shtëpia është e pabanueshme nga brenda. Dhe këto dritat e brendshme, uji, këto janë fiks zgjedhjet lokale. Është një analogji perfekte. Megjithatë, siç e përmendëm, prap ka njerëz që ngren murin e tyre mbrojtës dhe thon, mua nuk më intereson fare politika, as lokale as qendrore. Sigur të ishte ndonjë hobi që mund ta zgjedhësh ose jo. Po, tamam si thuash, nuk më pëlqen shahu ose nuk merrem me koleksionimin e pullave. Udhëzuesi i dedikon shumë vëmendje këtij miti veçkatërues. Dhe çfarë thot saktësisht për këtë? Thot një të vërtet brutale. Edhe nëse ti vendos ta injorosh plotësisht politikën, politika refuzon kategorikisht të injoroj ty. Sepse nuk ka asnjë zonë të jetës që është e imunizuar nga vendimet e tyre. Do thonë, nuk mund thuash, unë refuzoj gravitetin sepse nuk më pëlqen fizika. Ai prap do të tërheq poshtë. Ashtu është një ligj i pashmangshëm social. Një qytetar mund të mos shkoj asnjëherë në një mbledhje të Këshillit Bashkiak, por vendimet që merren brenda asaj dhoma, pavarësisht nëse ai do apo jo, do të vendosin nëse, po themi, ai parku i vogël pranë shtëpisë së tij do të bëhet kompleks pallatesh apo do të mbetet i gjelbër. Apo nëse rruga e tij do të ketë ndritshim natën. Pikërisht, taksat lokale, ndotja e ajrit që thith fëmia i tij gjatë rrugës për në shkollë. Teksti i burimit ka një fjali shumë të bukur që thotë: komunitetet e forta nuk ndodhin rastësisht. Që do të thotë duhet punë. Nuk burojnë nga fati. Ato ndërtohen ekskluzivisht nga qytetarë që e kuptojnë këtë që po flasim tani, që hapësira e përbashkët nuk mund t'u lihet njerëzve me agjendat fshehta. Dakord, po. Nëse e pranojmë të gjithë këtë, nëse theksojmë se zëri ynë ka këtë fuqi masive vendimmarrëse, sidomos në nivelin lokal, atëherë kjo na çon te një sfidë thellësisht praktike. Të dëgjoj. Pyetja është, si e kthen një qytetar gjithë këtë informacion nga një teori të bukur në një veprim të zgjuar e praktik, sidomos dikush që voton për herë të parë. Kjo është sfida e vërtetë e zbatimit. Sepse tregu politik modern, fushatat zgjedhore, ato nuk janë krijuar për të ftuar qytetarët në një lexim të qetë analitik të programeve, apo jo? Jo, absolutisht jo, janë krijuar për të bërë zhurmë. Kës lart, retorikës që na ndan në ne dhe ata, gjithçka bëhet që ne të mos mendojmë, por vetëm të reagojmë. E vërtet, dhe udhëzuesi ofron disa direktiva thelbësore se si të shmanget ky kurt emocional. Hapi i parë është të kuptuarit që procesi i informimit nuk ndodh brenda dhomës së votimit. Duhet të fillojë shumë kohë para asaj dite. Pra jo kur je përballë kutijeve me stilolaps në dorë. Jo, dhe së dyti teksti sugjeron një lloj, si ti them, një rebelim kognitiv. Çfarë nënkupton me këtë? Nesh, mënyra e vetme për të rebeluar racionalisht është të shpërfillësh totalisht atë zhurmë, të zhvishësh nga emocionet dhe të pyesësh. Në rregull, po çfarë zgjidhje konkrete ke ti për komunitetin tim? Këtu lind një problem praktik shumë i madh, sipas mendimit tim. A nuk është ky këndvështrim pak si tepër idealist? Pse mendon këtë? Sepse le të jemi realist. Programet politike, si në nivel lokal, ashtu edhe qendror, shpesh janë thjesht lista dëshirash të pafundme, premtime për parke, shkolla, qendra teknologjike, e ndërkohë buxheti është bosh. Kuptoj ku do të dalësh. Si mund t'i kërkojmë ta zëm një studenti 20 vjeçar ose një qytetari me një punë me orar të plot të kthehet befas në një auditor financiar? Si mund ta gjej ai të vërtetën pas një dokumenti prej 50 faqesh të mbushur me terma të thyrë? Është një pyetje me shumë vend, por zgjidhja qëndron te metodologjia e leximit. Nuk kërkohet që dikush të jetë ekspert ekonomie. Pika kryesore, sipas burimeve, është të zhvendosin fokusin nga pyetja çfarë tek pyetja si. E ki fjalën për mekanizmat. Saktësisht, nëse një kandidat ka një premtim të tipit ne do të rregullojmë të gjitha rrugët e qytetit, ai premtim është thjesht një zhurmë boshe. Është dëshirë, jo program. Por nëse ai bën një premtim strukturor, Çfarë është një premtim strukturor në këtë rast? për shembull,
Ne do të rialokojmë 5% të buxhetit ekzistues të rrugëve për t'i dhënë prioritet specifik lagjes X gjatë vitit të parë të mandatit, ose të gjithë tenderet e pastrimit do të publikohen online në kohë reale çdo muaj. E kuptoj. Këto mund të verifikohen shumë lehtë. Pikërisht, këto janë të verifikueshme. Një votues nuk ka nevojë të analizojë të gjithë bilancin e bashkisë. I mjafton të kërkojë mekanizma transparence. Nëse në program nuk lexon si do të bëhet një gjë dhe ku do të dalin parat, atëherë aty nuk ka program, ka vetëm marketing. Kjo metodologji në fakt i jep shumë më tepër kuptim asaj që po diskutonim në fillim, domethënë atyre diferencave mikroskopike të votave në zgjedhjet lokale. Si lidhet kjo me atë sipas teje? Për shkak se kur mendon që fati një bashkie mund varet nga, po themi, 20 a 30 vota, ti e kupton që ata njerëz që mund të ndryshojnë balancën nuk kanë pse të jenë një ushtrim analist profesionist. Absolutisht jo. Mjafton që një grusht i vogël qytetarësh të refuzoj këtë histerinë emocionale të fushatave, të injoroj presionet fisnore apo shoqërore dhe të votoj bazuar vetëm te këto propozimet strukturore që tha ti. E vërtet, mjafton një numër fare i vogël njerëzish analitik për të ndryshuar tërësisht peshore në favor të llogaridhënies publike. Kjo është fuqia reale aksionere që ka vota e pavarur. Dhe ky besoj është konkluzioni qendror i këtij ulumtimi. Që drejta e votës nuk u shpik si një instrument moral as për të vërtetuar pafajësinë e askujt. Është një teknologji sociale, ndoshta teknologjia më e rëndësishme që njerëzimi ka krijuar për të mbajtur ekuilibrat e pushtetit. Matematikës as historisë. Madje, ata që inkurajojnë këtë lloj apatie janë shpesh pikërisht ata që fitojnë më shumë nga mungesa e vëmendjes qytetare. Pikërisht. Shoqëri e fortë do të thotë që askush të mos dorëzojë atë çekun e bardhë asnjëherë. Me të vërtetë, një diskutim shumë i thellë. Kjo analiza ne e bëri të qartë sot se pjesëmarrja nuk është thjesht një detyrim burokratik e shtetëror, është i vetmi mur mbrojtës që kemi për të mirëmbajtur infrastrukturën tonë të përditshme. Nga dritat e rrugës te cilësia e shkollave, Sakt. Presioni analitik dhe i ftohtë i votuesit është i vetmi mekanizëm mbijetese, ndërsa ankesat e përditshme nga kultuku nuk kanë asnjë vlerë për sistemin. Dhe për ta përmbyllur këtë bisedë sot, dua t'u lë dëgjuesve tan diçka për të menduar. Diçka që del pak përtej kurnizave të asaj që sapo folëm, por që ndërton mbi këto logjik. për çfarë e ke fjalën? Kemi thënë se presioni e detyron politikën të performojë apo jo. Atëherë, çfarë do të ndodhte nëse ne të gjithë do të fillonim ta shihnim ditën e zgjedhjeve, jo si ditën e fundit të detyrës sonë si qytetar, por si ditën e parë të një auditi masiv dhe të hapur. Interesante. Përmohej plotësisht dinamika dhe arkitektura e vendimarrjes publike, nëse atë refuzim analitik të zhurmës gjatë fushatave, ne do ta kthenim në një monitorim ditor dhe kokfort çdo vit në vazhdim. Ky mendoj se është territori ku fjalët marrin fund dhe ku eksperimenti i vërtet i një shoqërie sapo fillon.